Procesi për përzgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit hyn sot në fazën vendimtare. Në orën 9:30 në ambientin e Ministrisë së Brendshme, Komisioni i Vlerësimit do të zhvillojë intervistat me kandidatët e mbetur në garë pas shqyrtimit të dokumentacionit. Komisioni përbëhet nga Silva Caka, Kledja Ngjela dhe Eduard Merkaj, të cilët do të vlerësojnë kandidatët përmes një procesi intervistimi që pritet të përcaktojë renditjen përfundimtare sipas pikëve. Nga 16 aplikantë në total, 2 prej tyre, Ejona Gurbari dhe Suela Sulkaj, janë skualifikuar më herët për mosplotësim të kritereve ligjore. Pas përfundimit të intervistave, lista e kandidatëve do të klasifikohet në bazë të rezultateve, por vendimi final nuk do të jetë automatik. Ministri i Brendshëm Besor Llamallari do të ketë në dorë përzgjedhjen përfundimtare. Brenda 48 orëve, ai pritet të propozojë Këshillit të Ministrave emrin e kandidatit të përzgjedhur, i cili nuk është e detyrueshme të jetë ai me pikët më të larta. Gara për këtë post ka tërhequr interes të gjerë, duke përfshirë drejtues të policisë në qarqe të ndryshme, si dhe ekspertë të fushës së sigurisë. Ky proces synon të plotësojë vakancën e krijuar pas dorëheqjes së Ilir Prodës. Aktualisht, drejtimi i policisë së shtetit mbahet në mënyrë të përkohshme nga Sokol Bishka. Në listën e kandidatëve që vijojnë garë janë Afrim Tafa, Alfred Çepe, Arianit Arapi, Elidon Çela, Gentian Berberi, Gentian Shehaj, Idajet Paskaj, Lorenc Panganika, Neritan Albati, Pëllum Seferi, Rebani Jaupi, Sajmir Boshnjaku, Skënder Hita dhe Tonin Vocaj.